ashtu të kaloj, ashtu po pres. E qartë. Ndërkaq, zoti Bora, duke pasur parasysh dhe presidentët në Irak, Siri dhe Afganistan, opinioni publik ndërkombëtar ndoshta është skeptik ndaj një ndërhyrje ushtarake. A ka shëbaje sot legitimitetin ndërkombëtar për një ndërhyrje të tillë ndaj Iranit? Për këtë moment, unë një operacion për forcat speciale ose një forca ushtarak nga çdo anës të Amerikës, nuk besoj, vetëm këta legionerët ose këta forcat e NATO-s kysh një ndihmë i japin, edhe disa nga ato anijet ushtarake amerikane kysh një mbështetje i japin në këtë operacion, koha ato ta tregoj, vetëm për këtë moment më përpara kysh bombardoi Izraeli, ashtu një operacion po pres. E qartë. Mirë, zoti Bora, kalojmë tek Ukraina, Rusia dhe Ukraina. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se është tashmë i gatshëm të negociojë çështjet e vështira drejt për drejt me homologun e tij rus Vladimir Putin, me qëllim këtu pra arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës midis të dyja vendeve. Duke qenë, zoti Bora, se presidenti Zelensky shpreh gatishmërinë për negociata direkte me homologun e tij rus Vladimir Putin, sa reale është kjo si një mundësi diplomatike dhe çfarë sinjali jep ndërkaq dhe komunitetit ndërkombëtar? Vërtet, tani Zelensky do të mbaroj luftën, vetëm Putini atje ato minerat ose ato humbjet ekonomike i kërkon nga Ukraina, edhe Trumpi ka një strategji tjetër, do ta pasifizojë komunitetin evropian, bashkimin evropian, të jetë lojtari në këtë loje, kita dominoj edhe kështu të vazhdoj. Pandaj për këtë moment unë po pres fitim ose fitim, sepse Rusia po e mori Ukrainën, edhe nuk do të ketë problem Amerika për Groenlandin. Këtu vetëm problemin ekonomik ose sikletet ose revolucionet politik të bëhen bashkimin evropian, edhe këto zhurmat po vjen sepse i kanë ndjerë nga politika gjermane ose nga politikantët franceze. Qartë. Zoti Bora, nga ana tjetër, në kushtet kur Rusia kërkon këtu lëshime territoriale përpara se të vendoset armëpushimi, sa hapësirë reale ka Ukraina për kompromis pa cënuar kështu sovranitetin e saj? Nuk u dëgjova edhe një herë akoma. Atëherë, në kushtet kur Rusia kërkon lëshime territoriale, pra kjo të ndodh para armëpushimit, sa hapësira reale ka Ukraina për kompromise pa cënuar sovranitetin e saj, pra pa lëshuar territore? Këtu për Ukrainën, pas kësaj, në tavolinë të tulen, edhe kjo të delegohet edhe me garancinë Trumpit ose garancinë komunitetit evropian, edhe këtu të jetë organizatori i lojës një antar tjetër, Turkia, sepse disa herë këto takimet u bën në Stamboll, edhe në Stamboll morën shumë kalim. Mendoj po të jetë garantori ose organizatori Turkia, edhe Amerika, edhe komuniteti evropian më mirë të ndjehet, sepse në në tyrezën karshi është Putini, edhe Putini është njëri shumë i strategjik, edhe politik strategji shumë kontrollon të fuqishëm, vetëm këtu me Erdoganin edhe me Putinin kysh një bisedë të bëhet, edhe kysh një dalje të hapet, këtë të ta shikojmë. E qartë. Ndërkaq, me rifillimin e bisedimeve të drejt për drejta në Abu Dhabi, sa ndikim real kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një ndërmjetës dhe a mund të prodhojë ndërkaq kjo një kthes konkrete në këtë konflikt pra midis Rusisë dhe Ukrainës? Vërtet Rusia me Ukrainën po të ketë këto lidhjet, këto takimet për
pake edhe për të funduar luftën e Ukrainës, edhe në Abu Dhabi ose gati gjithë anës e botës, këto të vinë ato mbështetjet ose ato ndimat, ato planet strategjike. Step by step të kalojnë edhe këto jo për një vjeqare, më të pak të 5 vjeqare ose 10 vjeqare të kalojë edhe të kontrollojnë, të dominohen jo vetëm nga Amerika edhe nga Bashkimi Evropian. E qartë, zoti Bura, nga ana tjetër, duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia, sa rrezik për sigurinë europiane paraqet vazhdimi i kontrollit nga ana e Rusisë mbi këtë objekt? Rusia vërtet ka një profesion shumë të lartë me këto termocentralet me të gjithë, edhe një central po e ndërton edhe në Turqi, në anës Detizi, edhe ka shumë iniciativ. Këto 100% po ndërtohet nga Rusia, vetëm kontrollimi ose sigurimi kështu bëhet nga të gjithë anës të botës ose ato që ndërtojnë në Turqi, kështu kontrollojnë sepse të gjithë ata inxhinerët ose ata njerëzit që janë me profesion shumë të lartë ose drejtorët, këta nuk dihen, janë inxhiner ose janë ushtar me profesion ushtarak, këto nuk dihen. Këto ditat të t'i tregojnë për këtë moment. Qartë. Mirë, zoti Bura, për të mbyllur, pyetja e fundit, nëse një takim midis Volodymyr Zelenski dhe Vladimir Putin do të realizojë, cilat do të ishin temat më të vështira që ju mendoni se do të jenë për të zgjedhur dhe ku priten ndoshta të ngecin dhe negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës? Mendoj Ukraina me Rusinë do ta mbarojnë këtë luftën, vetëm Putini ka një Trumpi ka një strategji ekonomike, sepse do ta nxjerrë të gjithë ato problemet të dollarit, të euros, nga të gjithë anës e botës, do të jetë dollar elektronik ose me këto metalet të çmuara me të gjithë, sepse edhe kjo i kemi ndjerë këtë zhurmët, sepse ari, argenda ose bakri ose të gjithë këto metalet të çmuara ditë për ditë, jo 1%, disa ditë 3%, 5% po lartësohet, edhe në fund vitit vetëm ari, afërsisht për një vit 150%, argenda 300%, dhe bakri ditë për ditë me shumë vlerë po lartësohet. Këto një revelacion të bëhet, e dim vetëm, mendoj kjo revelacion të bëhet ekonomik edhe të kontrollohet nga Amerika.